2-2, që kërëjnë si lloj kubi, futesh brenda dhe është brenda ajo, 2-2 si ti dhome. Interesante. Ka pak shpenzime. Duhet leti që, po s'ka probleme se mendova kam. Jo, nuk është shpenzime se i marrun ato, puna është ta mblen. Një kofë me boj. Po, jo, për shpenzime i bëjmë vetëm ato. 3-4 kova me ca ngjyra. Ose dhe bardhëzimin. Se duhet fusë edhe njerëz si Po tjetë të lajo e bardh. Po dhe juve që lini gjurmë. Po tjetë të lajo e bardh. S'është bëj dhurat. Mund ta bësh edhe thjesht me një bojë të zezë, që edhe me sfumatur. Po, zakonisht si tip grafiti, pa. Se kisha qetë përdorja edhe pak në teksturë të trupit tuaj, për shembull, kalon një e bën me dorë ose një me këmbë, në një fond gjurmë. Pëlqen. Thash po leja qualcosa di speciale. Mirë. Poso. Atëherë kërkoj një telajo të bardh. Do 4 të bëj një dhomë. 4 të bardha. Bardha, 2-2. Dhe një kofë të zezë me bojë. Po i më thjesht na e brukesi marr vetë. Po pra po. Ama ç'është shpenzime. Telajo kompensata. Është ka dëshirë të shprehet. Për ti fakti që është i çuditshëm në llojin e vet, është njëri pa hile. Po vetë pa hile këtë është i drejtë, por ajo që unë vlerësoj më shumë se ti thosh ai shkoi atje tani te Agaj dhe ti thosh Klodi ka mundësi të vish një minutë se ky Lepurushi duhet çuar nga këtu aty, ai vjen dhe e bën. E kjo është një gjë shumë e madhe. Jo për çështje urdhri ose obedience. Po vin dhe me moshë. Është çështje dëshire. Vin dhe me moshë këtë lirë. Kemi pas gjithë nga noma 20 vjeç. Po të më thote, ti thosha unë nonës sportoj, ma kthejte, a kuptoj, jemi rrit ndoshta në një ndoshta jemi rrit në një moment vetë 20 vjeç, po jo. Super i përpikt. Në këtë moment domethënë që jam edhe Dakor, se fillojnë asfaltojnë gjërat, i shikojnë gjërat. Por që unë këtë lloj i themi metodologjie unë kam jetu që 6 vjeç kur fillova filloren edhe deri sa tani. Plus pasaj puna, kërcimi është ndryshe nga aktrimi, si kurs. Është disiplinë. Është shumë disiplinë se këtë bësh me ansambël. Aktrimi është më personal. Pra, lind nga vetja dhe pasaj transportohet në grup. Kurse kërcimi lind në grup, për pasaj të nxjerrë individin kush udhëheq grupin dhe jo vetëm, po kam dëgjuar edhe për disiplinën tuaj. Shumë e hekurt. Në shkolla... Shumë e hekurt. Shumë e hekurt. Po edhe këmbët gjak, ku diun këto historira, domethënë. Kërceja mbi flus. Do ta ngresh pak më. Kërceja mbi flus, ka kuptuar. Po. Se na çajshin dhe papuçet. Po. Sepse jam pak i ngrirë. Unë do ta bëj ndoshta pishinën një flame kështu, po pres. Pak më vonë. Po pres të më çlirojnë pak muskujt atë, se kam hall se po u futa do më kapi një bllokim i çuditshëm dhe. Dhe sot vjen uji. Di, po nuk. Ja dhe pak. Pastaj ka hallin edhe të livelit të pishin të ujit. Po dhe thash dhe ishte o. Jo, livelit si do ngrehet kur të hidhet. Është 2 metra mashallah. Edhe zbordon uji. Nuk është si puna jonë që... Që gjotin a kem një javë pas e marrë në fermë, keshë në Durrës në një hotel me familje. Edhe na mashallah këtë një gjatë, as njoni në një 90, na? As vllavi vogël. Edhe jënë shnetë, vishun jam e vogël ashtu. Edhe u futëm gjithën pishinë, po me lot, dul me pishinë, ja është. E ngutëshim vllavin e vogël, se gjitha ja hanë. Ja bëshim dilë se e prishe ujnë. E derë dhe ujnë. O, stormi, bre! O, knaqë. Ha! Stormi. Është person solitar në kuptimin e qendresës ose botë kuptimin ai ka atë botën e vetë, atë dhe vetëm ta lesh këtu. Është tek pull tjetë këtu. Është rehat me veten. Është rehat me veten. Njerëzit që s'kan frikë të rinë vetëm janë njerëzit më të fortë. Yes. Ndërkohë që shumica duan të shoqërohen, duan të
Se edhe të shoqërimi kërkojnë dhe komoditetet. Duhet të plotësohen nga njëri tjetri se ndjen. Për mi thonë mirë e ki dikush. Për mi abo dikush mirë e ki bravo dhe ajo me marë qatë farfurt. Ajo është tjetër gjë pas. Ajo ka të bëjë me kam i parimon mendoj, mund t'ja fuzë kohë. Unë them që njerëzit ndahen në 2 kategori. Planete dhe satelit. Planeti jo me të vetat. Tash nxjerrë vetë komplet. Zire vetë, që shdush. Do thosh ti po Planeti ka gravitet dhe satelitet do thosh ti rrotullohen. po unë jam diell. Dielli është një yll, sido që tjetë. Puna është ku je nga këto 2 kategori, planet apo satelit. Arren veta duhet... Gaj. A Indri, Ishte Pas shkëlqysh. bë mirë vëlla. e ka bolirë. Tepër e mirë, tepër e mirë. Gjak e muskull. Dhe jamin po e kemi heq. Ka nongër. Ose ka ca këtu për shumë që janë hëna. Janë hëna, notën. Tishin janë hëna, lunatik. tishin hëna do ishte mirë, po janë skorje satelitore. Hëna. Nga ato që lëshojnë satelitet artificial dhe rrotullohen. Hekra. Edhe hëna thonë që E di që janë ca hekra që rrotullohen, e di sa hekra rrotullohen rreth tokës. bile sa teori thonë që hëna është satelit Me artificial. mira. Se di me numër cak, po di që... Jo, asë nuk se di me numër sakt, po janë me mira, se gjithë këto instalacione që janë bërë të satelitëve artificial, se hëna është satelit natyral. Thonë që është artificial, gjë thonë. Ja, Spekulime. ja, Thonë që edhe hëna është artificiale. po që hëna artificiale, Ka spekulime, ka, ko po që jo. po vrasi menje. Edhe për diellin thoi njëjtë. Që sillet rreth, që është stu afër, po janë ata që mendojnë që toka është rasht. Ka shumë mendje ndritur kjo dynja. Po, më. Shoqëria është shtuar. Sinfonia Bret Loja Kosovë. trunit vetëm sa po rritet. Sinfonia Bret Kosovë pa Lejroni stuhi, po pres. I thash, ndë kjo gjyja besoj, edhe letët të të duan, edhe këta këtu, dhe ata jashtë. Tani unë besoj, edhe unë i kam ca gjërat të mia si gotë, se dhe unë po riskoj këtu. Me para njerë mamin, babin, vllajin, se unë se kam folë këtë gjë me ta, si do ndjeshit ju nëse unë do bëja. Nuk e kam folë sasisht e si... Edhe i thash do kuptoj se dhe a i kishtë hallin e prindërve të vetë. I thash unë do kuptoj, ama unë besoj të kjo gjëja. Okej, e mbyllë, më përqafuam, erdhëm jashtë e juve, kur po flitej situata e donës. Erdha prap brenda te pianoja ula, po vazhdoja isha shumë okej. Mendova u sqaruam, me lam që do vazhdojmë gjën tonë këtu, dhe të dy me idenë që duam dhe diçka serioze jashtë. Por nuk mund të hymë të ato yrat akoma. Këtu më byllë. Kur erdhi soni më tha Indri Poçan. Edhe është e ura, është ullur, shumë i prekur. Dhe më tha që kam nevojë për psikolog, për psikolog. Dhe i thash për çfarë, të më thëmë ku? Që donë gjëja. Më tha që pak pjesa jonë këtë brenda, historia me ish partneren. Moti që japë më tërëm. Shumë. Çfarë po tërëm? Sepse nuk kuptoj nëse të me thënë vetë Indri më tha unë më që ti jemi të shuruar me ish partneren time nuk jam. Më tha që ajo ka vazhduar jetën e vetë, është me t'i kohë. Ka thënë që është shumë e prerë si tip, që i ka ndarë gjërat me vetën e vetë, por që ky ende nuk ka bërë paqe me atë gjën. Dhe aty kur i shkova jashtë më tha që nuk donte të fliste, po nuk e dija më kupton jam dhe unë tani në një pozitë Po mirë ti shumë weird. Dhe u preka. Po e kuptoj.
Ti pse nuk e lë këtë gjën? E lash, Ika, qova ushimin dhe e lash. Lëre fare këtë gjën, derisa të shikosh të njëjtën impenjim edhe nga ai. Lëre, e di që mund të dë dhëmbi, po më mirë të dhëmbi kështu se sa të dhëmbi kështu siç po thua ti që nuk e di se si është, a është kështu, a është ashtu, kupton? Lëre. Sepse unë, kana ime, unë e besoj. Përshëndetje. I'm back. Kam një bisedë. Qose në jesh të një shërbajnë një tjetër. Hajde. Okej? Hajde. Noter. Atja. Ja, ti çdo më thuash. Unë thjesht shkova, fola, mora ndimin për cilën kisha nevojë. Unë kam nevojë për një periudhë step back. Kjo nuk diskutohet. Sepse jam në një fazë kaq konfuze sa rrezikoj vetëm me fol gjana që s'mendoj ose që s'ni, me bë gabime, nuk jam të maskeni i pastër këtu. Unë nuk mu me ja leju as vedit as ty, as kërkujt, as vedit as ty, këtë gjakshë që kam nevojë për një periudhë step back. Friend Të zone. thot çfarë? Për një periudhë Jemi miq. friend zone. Yes. Ne jemi miq. Okay. Okej. Yeah. Feels good. Edhe ta kërkoj pasaj, ka që të basë bindëve të që ka. Polisi jam të marrë më ujë. Po, zemë. Isë të kërkone kombinimin e durë. Apo ta vesh poshtë këtë. Bëj pak vaj ullirë me birrë, përzi edhe... O do. A ta fikimi që këtë, a i gjeni që këtë? Unë për momentin jam shumë me përqëndruar të ha diçka, po ikim të pishina. Dhe po ma gjete atë që fiket, do më bëjë një super nder. Inder, a ke pa gjë atë kondicioneri ta fikimi që kësja me kokë lagur? Po me? Po nga që jam me kokë lagur, okej, se po vijam dhe. Freskohet pak pra, se është shumë pak për jashtë. Unë nuk rrët. Prova këtu son. Sa? Se tavolin për tavolin është. Nuk se ka një këshim, fakt. A mund të më afrosh i që ka të? Qa me t'afru? Që do me t'afru, më thuj? Jo, vetëm atë që të më një. Tu është Okej. Rrofsh, falinderit. Ku që e ke bajt atë? Ta vesh më të. Vëdo? Merë një.
Ketchup mak? 2 minuta të gjithë. Shplicën të një Më keni dhënë të gjitha habitudet më të këqija. I kam gjërat kudo. Dhe askund. Dhe askund. Aty ku janë dhe shpresat e mia. Po ta lë këtu. Thank you. Tani vjen, dhe më thotë fola me psikologun. Tani s'më ka folë në njërë me kaq shumë siguri. Kam nevojë për një friend zone. E di si ndihem?
Do me thënë kaq shumë qava që parë kur se ma ndjente zemra, gjithë gjën e shoh që parë të ura ashtu dhe i thash nga çfarë gjie ke prej nesh, sepse prej nesh nuk po kuptoj më, sinqerisht nuk po kuptoj më. Vetëm po mendoj vërtet ai e ka një pëlqim, ndoshta nuk e shikon si diçka që ka potencial për jashtë. Shikon, nëse e ka nga mbas bisedës së psikologut, me siguri, me ai sa di unë, psikologu maksimumi që mund t'i ketë thënë, sepse psikologu nuk thot. Psikologu pret që ti ta kuptosh vetë. Po, ai mund të ketë kuptuar që ka nevojë pak për ta menduar veten time. Po erdhi shumë i sigurt. Erdhi shumë i prerë. Po sepse ka bërë 3 orë seancë, o gocë normal që ka ardhur i pres, do thotë që kemi bërë Sar, 1 orë aty sot, 1 orë aty dje, 1 orë parë dje. Ande po them. Nuk e di sa kohë kemi kaluar duke po të them. Lëre të bëj çfarë të doj, që ti të mos prekesh, po dëgjon? Më shiko pak në sy. Që ti të mos prekesh, mos të kalosh më këtë ditë siç e kalove sot, dhe siç e ke kaluar disa prej këtyre ditëve, dhe nëse do ndodhi një gjë, le të ndodhi jashtë. Dhe nuk i keni këto lloj presione, sepse këtu gjëra egzagerohet, kupton? Jashtë do t'i kuptoni dhe më mirë. Çfarë nuk harjon të kuptoj? Unë e di që këtu brenda, jashtë po, ai ka një përgjegjësi shumë më të madhe. E ka shumë më të madhe se sa unë. Edhe riskun, edhe përgjegjësinë edhe të gjitha. Nuk do ishte ai që do i merrte disa riske, do shkoja unë. Se s'dua tani dhe t'i them gjërat, po dhe unë i kam menduar. Nuk do ishte ai që do i linde ca gjëra, do t'i lija unë disa gjëra. Aty është, se s'do pretendoja t'i linde ai. Edhe këtë s'ke pse e thua se cili prej jush ka gjëra të rëndësishme në jetën e secili. Këtu brenda, ku është risku më, nuk po mundem ta kuptoj. Po nuk e kupton ti, e ka ai problemin, ti je shumë në rregull. Dhe unë nuk mendoj që problemi është vetëm çfarë mendon mami papi. Unë sinqerisht mendoj që problemi është këtu. Dhe mendoj e besoj shumë pëlqimin e tij, e besoj pëlqimin e tij. Ama nuk pari më ta kuptoj. Po mbase të duhet dhe ty kohë që ta kuptosh këtë gjën. Se edhe kështu duke kaluar nga 7 orë duke folur për një gjë që nuk ekziston, nuk është se ka kuptim. E ndjeva kjo do t'i peshoj më shumë atij se sa do të peshoj ty në të ardhmen, do të thënë në ditët në vazhdim. E ndjeva ti do ta lëshosh veten tani edhe kaq. Aq të sigurt, e ndjeva Indrin aq të sigurt. Tani dhe kur e pash, dhe tani po, por në prajmin që pash atë videon që ma treguan, dhe kur jam kthyer pas i kam thënë Jonidës, nuk kam dëgjuar dikë të flas kështu për mua. Sepse ti Vanesa i meriton këto gjëra, ti je një vajzë fantastike, siç e tha dhe Ermali atë ditë, ta kemi thënë të gjithë, je një super gocë, nuk është problemi tek ty. Bolla mendove sikur je ti problemi në këtë gjën. Ai e ka problemin me veten, deri në një pikë ku kuptuat, tani nuk po kuptojeni dot. Dhe që parë, unë po ja thoja disa ai mua më duket sikur ka frikë për çdo fjalë që nxjerr nga goja, ndërkohë që unë e kam lirë. Po mbase ka frikë. Do të thënë unë i thash jam e gatshme për këtë gjën ton. Unë besoj të gjë ajo dhe jam e gatshme për gjën ton, këtu brenda të luftoj. Po mbase ai s'është. Dhe i thash ti, a je? Dhe më tha ta tregoj me vepra jo me fjalë. Nuk mundej dot të ma pohonte si gjë. Dhe mua dhe ato gjëra më trëmbin. Dhe mbasi e ka një bised reflektimi, do me thënë ne kemi bërë kaq shumë biseda këtu. Dhe një bised reflektimi gjysmë orëshe. Po sepse ajo është bisedë e veten. Dhe ajo, dhe ai këta janë munduar ta shpjegojnë dhe opinionistët. Dje, nëse kam kuptuar, ai e ka problemin me veten, nuk e ka me ty. Po. Ai duhet ta zgjidhë me veten e vet. Ai ti e gatshme që pasi ai ta zgjidhi të jesh prapa aty, është punë tjetër. Po, shumë mirë, mos e di, nuk ke pse ta dish. Ti thjesht lëre këtë gjë kështu pauzë për veten tënde. Sepse më beso, sa më shumë ta përjetosh, çdo ditë më shumë, do ta ndjesh ti. Ka për ta ndjerë njëri tjetër, siç po e ndjen tani. Ti ke gjithë ditën që merresh me këtë muhabet.
Edhe që e mendon, nuk kam gjithë këto javë. Mirë, po them që je mërzitur, jo që je kënaqur. Javët e tjera. Nuk. Vanessa, lëre. Tani që thjesht e di si po ndihem më sarë, po ndihem shumë e shgënjur. Po ndihem shumë e shgënjur, shumë. Më zhima vogël. Që se të bën mirë. Nxirë. Se s'ta shikoj. Nuk është faj, jo. Është okej që të ndjesh edhe mërzinë, edhe të gëzohesh dhe të kënaqesh, janë ndjesitë gjitha që duhen përjetuar, po në asnjë moment mos mendo sikur është për mirët. Njerëzit kanë edhe trauma, kanë koncepte ndryshme për jetën. Jo të mërzishmërisht çdo gjë varet nga ne. Për tjerë. Kupton? Jo të mërzishmërisht çdo gjë varet nga ne. Kështu që edhe kjo gjë nuk varet nga ty fare, ti je super god, si je fantastike, je sjell në mënyrë më korrekte të mundshme me Indri. Nuk ke fare pse mendon këtë gjë sikur çfarë të bëj. Po thjesht e lirova veten shumë. Po nuk është gabim. Nuk e bër asnjë gabim, Vanessa. Nuk është gabim, nuk ke asnjë faj. Qetësoje veten, nuk është faj jot, nuk është gabim jot. Ke bërë shumë mirë që je çliruar sepse je ndier mirë. Ti se ke bërë me zor. Më në rasti më ishte papi kuti. Si? Ishte shumë. Ti çfarë do të bësh tani? Se ti. Nuk forcoj do të asnjë njeri për asnjë gjë, çka kisha në dorë i bëra. Edhe nuk mora gjatë që t'i bëja. I bëra. A nuk mendon që është momenti që të mendosh çik më shumë për veten? Ha? Për gocën e fortë që je? Edhe që i ke dalë ballë gjithë këtyre pengesave, edhe që prapse ke humbur në asnjë moment atë çelësinë që ke? Thjesht pse tani kjo gjëja? Pse tani e kuptoj? Tani e kuptoj që nuk ishte gati e i duhej kohë. Tani. Shiko, më mirë tani se sa pak më vonë. Po ta përsëris dhe një herë. Kjo gjë do t'i ndikojë më shumë atij se sa ty. Qoftë në barrën emocionale, qoftë në çdo gjë. Ti je shumë okej. Nuk ja vlen që të mërzitesh kështu për një gjë që ti s'ke pas asnjë faj. Kuptoj që ndihesh keq, dhe është okej që ti ndjesh gjërat, sidomos kur
përfshihesh Po ndjem shumë e shkënjyrë, Sara. Po ndjem shumë e shkënjyrë, shumë. Nga ai apo nga vetja? Kjo është e rëndësishme të kuptosh. Sepse ti s'ke bërë asgjë gabim. Hajde zonjush. Po të lej 5 minuta, po duhet vini. Nuk ke bërë asgjë gabim. Shifi që këtu tani